Në pajtim me politikat e qeverisë për transparencë dhe llogaridhënie, në mbledhjen e djeshme Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vendimet të cilin obligoi të gjitha institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike të themeluara nga qeveria, shoqatat aksionare në pronësi shtetërore, që në afat prej 30 ditëve në webfaqet e tyre të publikojnë dokumentat dhe informacionet që parashihen në nenin 10 të ligjit për qasje të lirë në informacionet me karakter publik. Transparencë maksimale në përputhje me nenin e njëjtë të ligjit në fjalë, Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut ju rekomandon edhe komunave, qytetit të Shkupit, komunave në kuadër të qytetit të Shkupit, si dhe gjithave institucioneve të themeluara nga ata. Si mekanizëm për sigurimin e transparencës dhe llogaridhënies, qeveria të gjitha projektet që komunat i realizojnë me mbështetje nga buxheti i kushtozon me zbatimin e tërësishëm të rekomandimeve në përputhje me politika qeveritare për transparencë dhe në përputhje me obligimet nga ligji për qasje të lirë në informacionet me karakter publik. Kjo ka të bëjë me gjitha projektet e reja kapitale për vitin 2021, për zhvillim lokal nga buxheti qendror, investime kapitale për zhvillim lokal nga TAF programi, projekte për zhvillim lokal nga programet e Bankës Botërore dhe nga Banka Evropiane për investim, si dhe programet për efikasitet energjetik dedikuar njësive për veçeverisje lokale.